thjerza të shpejta dhe shumë të shijshme. Heje njerëz të bukurësini si po kaloni. Tani si përgatitim neve thjerzat? Kuptohet që ka 1 milion mënyra, po kështu i përgatitim neve dhe na pëlqen shumë dhe si dalin. Në fillim i valojmë dhe u androjmë ujin e parë, kuptohet, dhe pastaj brenda i hedhim të gjitha siç janë qepë, patate, hudhër, piper të zi, piper të kuq, kripë, edhe salcë domateje dhe 2 gjethe dafin. Pasi kanë zier mirë thjerzat, kuptohet që lëngu nuk është i trashe edhe çfarë bëjmë neve tani? E marrim pataten, qepën edhe hudhrën, i hedhim në mikser, i bluajmë të gjitha bashkë, që në këtë mënyrë të trashët lëngu, edhe bëhet dhe më e shpejt gjella, më e shijshme dhe neve na pëlqen shumë se si del në këtë mënyrë. Kuptoj që ka dhe mënyra të tjera, po neve kështu na pëlqen edhe kështu e bëjmë. Ndaja çdo njeri ka mënyrën e vet. E hodhëm brenda të gjithë siç shikoni, edhe shikoni se sa mirë që dalin thjerzat, shumë e shpejt, shumë e shijshme, edhe s'do të lodhesh fare. Kjo ishte gjella për sot, supa në Greqi. Ciao.